Mëkati I parë me të cilin është mëkatuar Allahu në qiell është ky mëkat, smira, zilia. Dhe mëkati I parë I mëkatuar në tokë Allahu nga njerëzit është zilia, rasti I iblisit, I cili nuk pranoi të I bjerë në sejdë Ademit, dhe dy ishin arsyet që e ndaluan të I bjerë në sejdë, smira dhe mendimallësia. Dhe rasti I Kabilit që vrau vllajën e tij Habilin, arsyeja ishte smira dhe zilia. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na thot neve dabba ilaykum da'al umami qablakum wa inna al-haliqa la aqulu haliqatu ash-sha'r walakin haliqatu ad-din. Është trashëguar tek ju smundja që ka qenë dhe ekzistuar në të gjithë popujt e mëhershëm. Ajo faktikisht të rruan, jo, nuk kam për qëllim se të rruan flokët, po kam për qëllim se të rruan fen dhe besimin. Ose hadithi tjetër I pejgamberit alayhi salatu wassalam, I cili thot kujdes, ruani nga zilia dhe smira, sepse zilia dhe smira I han të mirat, pra I shuan sevapet dhe domethënë të mirat që ka bërë njeriu, siç han apo siç shuan zjarri drujt. Dhe në hadithin tjetër që është përsërit në disa forma nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, po që është thënë në formën më të plot në një nga ligjëratat e tij të lamtumirës sallallahu alaihi wasallam. Dhe thoshte: la tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru, la tanajashu, la yabi' ahadukum ala bay'i akhihi, wa la yakhtib ala khitbati akhihi. وكونوا عباد الله إخوانا التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاثا ثم قال بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Mos kini zili, mos kini mëri, mos kini armiqësi, mos I ktheni shpinën njëri tjetrit, mos shitni në tregtinë e njëri tjetrit. Mos ndërhyni kur dikush është duke u fejuar për të ndërhyrë ju, për dikë tjetër. Jini rob të Zotit vëllezër dhe dijeni se devotshmëria është këtu. Dhe e bëri me 3 herë nga zemra e tij. Pastaj tha: mjafton si mëkat I madh për besimtarin të nënvlefsoj apo të injoroj vllajën e tij.